në fakt, zoti Rashidi, Ballkani nuk është se po jeton qetë këto kohë pa lajme. E kam fjalën për provokimet në veri të Kosovës, akoma nuk është bërë qeveria e re në Kosovë, apo protestat në Beograd, po kështu dhe situata në Republikën Srpska të Bosnjës, ku presidenti dhe kryeministri sar kanë një urdhër aresti ndërkombëtar, e pikërisht sot do të kishte edhe në Moskë takua me Putin. Ka lëvizje të shumta pra edhe në Ballkan. Po, Ballkani gjithmonë ka qenë në vatër e nxehtë e diplomacisë dhe diplomacisë europiane dhe është një vatër apo një tendencë e dështimit të diplomacisë europiane për të zgjidhur këto çështje apo këto probleme ballkanike, duke pas parasysh se unë e potencoj në vazhdimsi që diplomacia europiane ka dështuar rreth trysnisë që duhet të bëjë ndaj Serbisë. Dhe një Serbi e cila e kontrollon, mund të themi ashtu, është një Serbi e cila e kontrollon pjesën territoriale të gjysmës së Bosnjës dhe njëkohësisht çështjen e Maqedonisë dhe disa influenca të mëdha në Maltëzi. Dhe normalisht se këto tendenca Serbia gjithmonë i shfrytëzon duke por mos gatishmërinë apo mos trysninë e diplomacisë evropiane dhe në anën tjetër duke por këtë poentën apo status quo e diplomacisë për Ballkanin nga aktorët kryesorë siç është SBA-ja dhe Rusia. Në këto rrethana dhe në këto periudha të përkohshme, Serbia po mundohet që të shfrytëzojë në maksimum duke destabilizuar, siç e njihemi nga e kaluara. Serbia gjatë gjithë kohës ka tentuar dhe do të tentojë për të destabilizuar Ballkanin dhe të mos shkojë drejt rrugës antarësimit në Bashkimin Evropian. Nga kjo mund të thuhet se Dodik ishte tani më sot dhe zyrtarisht u takua me presidentin Putin, aty e konfirmoi pasi që presidenti i Rusisë në vazhdimsi ka qenë përkrahas apo mund të themi politika ruse ka qenë në vazhdimsi përkrahase e politikës serbe dhe njëkohësisht serbët të Bosnjës të cilat në vazhdimsi e tentojnë të bllokojnë procesin e Dayton apo marrëveshjen e Daytonit, siç po ndodhi edhe me tentativat për një mos njohje apo mos nënshtrim të vendimeve të gjykatës së lartë apo të përfaqësuesit të lartë në Bosnjë-Hercegovinë. Shikoni ndonjë lidhje mes disa situatave në Ballkan, protesta në Serbi, incidente në veri të Kosovës, Republika Srpska deri në Turqi këtë javë? Ballkani ka qenë dhe do të jetë në vazhdimsi. Unë nuk shoh një qetësim të situatës të paktën së shpejti, pasi që kemi tendencat nga më të ndryshmet. Domethënë në Ballkanin Perëndimor ka interesa nga të disa shteteve, siç janë SBA, Rusi, Turqi dhe normalisht ka influenca të ndryshme, ndërsa fuqia apo vija ndarëse, siç e potencojnë vazhdimsi në mes të botës perëndimore dhe Rusisë, është pika kufitare Kosovë-Serbi, ajo e cila i ndan dy taboret e politike botërore, kështu që në të ardhmen të afërt nuk shoh ndonjë qetësim të situatës që në rreth situatës politike. Ajo që po ndodh në Serbi është një element tjetër, me gjithë tendencat e politikës aktuale se protestat në Serbi kanë influencë nga jashtë. Unë mendoj se është përtej asaj, Serbia apo studentët në Serbi dojnë të përmirësojnë sistemin e brendshëm të Serbisë, nuk dojnë të as të demokratizojnë, as nuk dojnë një gjë të disa gjëra siç po pretendohet këta se do të bëjnë rrëzimin ose puçin ndaj presidentit, po përkundrazi dojnë të ndryshojnë disa 2-3 ligje që kanë të bëjnë me çështjen e zgjedhjeve, me çështjen e përzgjedhjeve nëpër universitete dhe shkolla dhe sistemet shëndetësore, gjëra të tilla. Ndërsa në Kosovë është një element tjetër. Në Kosovë do të kemi një
tentim me datë 15 për formimin e institucioneve të reja. Unë mendoj se do të kemi një vakum, një problem ose një shtyrje të një procesit dhe një ballafaqim duke e parë të vërtetën se do të kemi një përballje të drejtë për drejtë me politikën ndërkombëtare.